Sepse ishin thyrë xhamat me plumë apo me gur tek drejtarja ngjitur me të olinën time. Dhe ministri, komandanti i gardës, kanë ardhur me kanë thënë të evakuojnë. Jo, kam thënë, se unë isha jashtë për një drek me ambasadorën gjermane dhe u futa drejt në zyrë, isha njëri në detyrë. Unë isha njëri në detyrë. Nuk e, po të shkosh në një zyrë tjetër. Jo, kjo është zyra ime. Zyra e kryeministrit nuk në bëj zyra si mas qefit. Ajo është zyrë e ti, është institucion pushtetues kryeministrit. Jo, kam thënë, nuk lëviz. Kjo ka qenë edhe kërkesa e tyre dhe unë kam qëndruar në zyrë gjerë në fund. Kërkuan shpjegime prokurorët lidhur me faktin që kryeministria në atë kohë, se të paktën më thanë atë kohë që ju refuzuat të zbatoni urdhrat e prokurores së përgjithshme për ndalimin e zinxhirit drejtues. Se çfarë thoni ju? Ato janë gjëra të tjera. Jo, në godinë, jo, çfarë gardistët duke mos u zbatuar urdhrat. Se çfarë, jo, ajo e thoni ju atë. Po aty ka patur një ndërmjetësim. Që do thotë, jo, do thotë që ka patur një ndërmjetësim ndërkombëtar. Ka patur një ndërmjetësim ndërkombëtar. Ndërmjetësoj dhe çfarë ndërmjetësoj? Ato se kush ndërmjetësoj është tjetër punë, ka ndërmjetësuar ambasadori i Shteteve të Bashkuara. Dhe çfarë kërkonte zoti Berisha? Dhe ka kërkuar që dhe çdo oficer i kërkuar nga prokuroria është paraqitur në prokurori, por në ndjekje të lirë sepse Edi Rama dhe Ina Rama kërkonin të eliminonin zinxhirin e komandës në një kohë kur Edi Rama kishte deklaruar se betejë tjetër do të ishte vendimtare. Dhe kaq ka qenë dhe secili nga gardistët e thirrur është paraqit në prokurori. Të gjitha tjerat janë mashtrime. Keni qëndruar rreth 2 orë në prokurori, a ju kanë komunikuar diçka prokurorët as pak? Kanë bërë pyetje, thash dhe një, në një procedurë shumë normale. Shumë normale. Zoti Berisha, në dinjen tuaj, cili është roli i gardisit Algron Malaj që më pas u shpërbye nga qeveria me poste? Nuk kam, pavarësisht nga teoritë konspirative, unë nuk kam gjeni. Se ai të ketë bërë një vepër të qëllimshme, unë di që ai ka deklaruar në prokurori se nuk ka patur urdhër të qelloj. Dhe me sa di unë, nuk e kam njohur kurrë, ai ka qenë komandanti i grupit të zjarrit, tani se çfarë quajnë ata grup zjarri, as se kam qartë shumë, por ai ka qenë komandanti i tyre dhe ai thotë nuk ka patur urdhër. Zoti Berisha, kam edhe një pyetje tjetër. Andrea Prenti, kreu i Gardës Republikës në atë kohë, doli një ditë pas protestës, demonstratës dhunshme të 21 janarit me synin e nxirr. Urdhë? Një ditë pas protestës së 21 janarit, shefi i Gardës së Republikës në atë kohë, Andrea Prenti, u shfaq në publik me syt në nxirr. A mund ta shpjegoni çfarë ka ndodhur në lidhje me këtë moment, sepse ka mbetur e paqartë që 14 vite. Më mirë se kushdo tjetër, çfarë ka ndodhur e shpjegon secili person që ka përjetuar. Andrea Prenti ka qenë në krye të detyrës gjatë gjithë ditës dhe në vlerësimin tim ai ka bërë të pamundurën që të përmbush detyrimet ligjore të tij. Kaq. Zoti Berisha, kush e dha urdhrin për të qelluar jo me fishek manovre, po me fishek luftarak? Ai urdhër është në mendjen tuaj, se ka dhënë njëri, të garantoj që s'ka për një audio. Ai urdhër është në mendjen tuaj dhe të atyre që trillojnë, po të flas për apo. Të falsifikosh një zë është gjëja më e thjeshtë. Dhe unë po u them ju këtu që janë imituar po thuaj në autenticitet të plot, jo zëra të njerëzve thjesht, po gjerdhe të president të Shteteve të Bashkuara, të Barack Obamas. Kështu që këto janë çështje të cilat nuk kanë asnjë lloj një urdhër i dal pas 13 vitesh. Një alizot i dal pas 13 vitesh.